E prente dashi, kjo ditë favorizon një hap të vogël në financa, një ide profesionale meriton vëmendje. Demi, kjo ditë favorizon një mundësi për t'i treguar aftësitë tuaja, mos i merrni personalisht komentet e të tjerëve. Pinjakë, dita ju shtyn drejt një hapi të vogël në financa, një informacion i ri mund t'ju hap një rrugë. Kaforia, energjia e ditës sjell më shumë motivim. Në çift pritet më shumë afërsi. Luani, sot është mundësia për të rregulluar një keqkuptim. Puna kërkon përqendrim, por rezultati do t'ju kënaqë. Virgjëresha, dita ju shtyn drejt një ndryshimi të vogël në plane. Një bisedë sinqertë do t'ju bëjë mirë. Peshorja, sot mbizotëron një ditë më sociale se zakonisht. Një kompromis i drejtë sjell rezultat. Akrepi, sot hapet mundësia për një ritëm më produktiv. Dashuria kërkon më shumë durim sot. Shigjetari, kjo është ditë për një zgjidhje që kërkon durim. Një ide profesionale meriton vëmendje. Ricjapi, dita sjell më shumë kohë për veten. Një kompromis i vogël mund të sjellë qetësi. Ujori, kjo ditë favorizon një moment të këndshëm me familjen. Mos keni frikë të ndryshoni metodë. Peshqit, sot mund të ndjeni më shumë vëmendje ndaj parave, dashuria kërkon më shumë durim sot. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.